veshur kështu, si pas temës që kemi eventin sot. Ta është t'i tregoj pak edhe juve kombinimin. Kjo është fustani më i bukur. Prerja, modeli, gjithçka është copa. Për çdo lloj rasti, këndëron. Paçi. Event sot. Ja kush po më shoqëron. Hello, Roberti. Ndërkohë, po bëj postimet në Instagram. Bëra një gathering with me për make-upin, ndërkohë që po bëja make-upin. Edhe thash ta postojmë. Nuk e kam hapur, nuk kam bërë një hapje vlog ose specifikisht diku, por thash, pse jo, mos të bëja një video ndërkohë që nuk e di sa do arrij të bëj videot e eventi, sa do jetë komode, por do provojmë. Do e provojmë që ne të realizojmë të një video sot. Sa ku duket make-upi? Jemi thjesht, kam kapelen për të vendosur, sepse do jemi me temën countryside. Edhe kështu që për parë kemi rënë nga kjo rruga e autostradës të re, që është që lidh Veriun, më saktë. E duket shumë bukur Tirana nga kjo ana. Hajde. Cheers! I think we're all set. Ja morëm dorë. Smeti ta bëjmë kështu drekën se dalin edhe Patjetër, shite larg. Super. Cheers. That happened. Fix. Po. Erdhëm tek dyqani janë më i bukur në Tiranë. Ka ardhur dhe koleksioni i ri në dyqan. Bjera ime me kishte bërë gati shalqi dhe pjepër. Unë vdes për pjepër dhe historikisht i bën gati të dyja, sepse Rogerti mbaron pas shalqirit, ndërsa unë jam pas pjeprit. Gjithsesi, unë nuk është se ha shalqiun për pjepër vdes. Dhe çfarë bëj? Të parin konsumoj pjepërin dhe të dytin shalqirin. Dhe siç po thoja, unë vdes për pjepër, është i preferuar im. Pa lënë mbrapa dhe shalqirin, por që frutat më të preferuara në verë është pjepri, pjeshkët, nektarinat, jo pjeshka. Do të thënë nektarin, pjepër, unë ha gjithë verës. Dhe seriozisht nuk më dalin nga qefi në asnjë moment, ndërsa për dimër janë mandarinat. Mund të ha deri në momentin e fundit që mandarinat nuk hahen më. Realisht, këto janë dy fruta që unë mbaroj, ndërsa për mollë
që ka gjithë vitin dhe rrin këtu plot, asnjëherë nuk më shkon mendja, është e çuditshme. Piepri është. Ndërkohë që po ha këto, shikoj Rean se ka postuar vlogun e saj dhe meqense sot isha mbas ditët të shtëpia, se s'para ndodh që unë kem kohë të lirë shumë në shtëpi, shikoj vlog, por kur shikoj, mundohem dhe shikoj të rejat, ja ku kemi Rean këtu. Dhe një me këtë nuk di se si të zmadhohet, di që ullet dhe ngrihet, por që ja këtu. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Jemi zgjuar. E donë? E donë? Po ja, nuk ta jap. Beki ka patur një dhimbje barku të tmerrshme dhe jam zgjuar, kemi qëndruar këtu në sallon, po e mbaja përmbys. Fleti pak domethënë në krah, por jemi kështu si shumë të këputur. As kam larë fytyrë, as dëm. Po jo, po ma prish, ma prish. E puqë mami. Ja, nuk ta jap. Ja, tiki. Oh, më shit Beki, u më gjith. Roji, ku ishe sot ti mama? Roji? Ishe në plazh sot mami? Roji? O Roji? Seriozi, të ka ardhur një kamër. Big Brother po të vëzhgon. Po bën prova, mami. Të pëlqen muzika live, mami? Ha? Të pëlqen ti biesh kitarës apo pianos? Kitarës? Hello, Becky. Morning. Dhe ta fytyrën e bukur. Dhe ta. Qa bën Beki? E ku është Bebi? Bebi. Bebi, mami. Hunger bebe? Ti ha bebe? E hungry. O mami, Gjan Bebi. Gjan. Ajo është Beki, Beki. Gjan, mami. Ajo është Beki 2 dhe ti e të Hunger Beki 2. Ashtu, bë? Po ashtu, Beki është Hunger Beki 2. Dhe, mama, me nuk ta jap, mami. Je bërë gati sot, ja? Yes. Ku do shkosh? Ke pikniku. Bravo! Sot Roy ka piknik të shkolla, është veshur bukur, edhe të shkoj të pikniku. Kam bërë një dush mbrëm kur u ktheva nga plazhi, por nuk i tha flokët, i kam lënë kështu në gjendje të lirë. Dhe shikoni pak se çfarë katastrofe. Ja, po ti e ke të shkurtra për mamin që i ka gjata. Ja, katastrofa. Që do bëj unë sot tani? Që kemi 1100 punë, duhet patjetër të shkoj t'i kref. Se vetë, si sjell do në tërësi. S'kan as volum, por duhet të vija Bekin e gjuhën mbrëm edhe si lava. Si thalla. Ne i ku vlajt e kopshti, tani jemi bask. Goqja me mami. Po. Dua shumë.
Hey, të duaj shumë. Kemi këto paraditet tona që bashk. Kalojmë kohë bashk, derisa i ke mami për puna, pastaj goca fletxu. Paraditet kanë qenë momentet më të bukura dhe më rojnë, përpara se të shkonte në Kopësht. Edhe kur shkoi në Kopësht, zgjoi herët dhe gjysmore kalonim këtu te divane, shikonim dhe një film në kraharorin tim, derisa pastaj mbeta shtatzan me Bekin dhe prej barkut se mreja do të më që ushtrinte këtu. Pastaj erdhi Beki, pastaj çuni u rrit. Beki ishte bebi që duhet të pinte qiqen. Të ngor. Mami mere. Emi një goqë në brike ne. Kemi nerva ne. Po mundon bëjmë gati shpejt se jemi pak vonë dhe më duhet me patjetër të shkoj t'i krej këto leshët e mia që nuk e di me çfarë mendi ula unë pa e krehur. Pa e thartë pak të drejt. Nise. Po bëjmë gati shpejt edhe të shkoj të thaj flokët, të shkoj të puna të bëj çka kam për të bërë. Sot kam bërë një brënzatë. Edhe direkt do nisim për Tiranë se kemi shumë punë në Tiranë, takime, gjëra për të bërë. Tani e dërgova pak Bekin me vjerën time shëtitjen para gjumit se nuk po qëndronte fare. Dhe kur nuk po qëndron ose kur dall di si themi ne, vetëm qan u vra se kur s'është në rrezik kështu do bëj. Kam ardhur në punë edhe thash që t'rregoj pak outfitin se këtu nuk jam aq rrëmuese do shtëpia. Atëherë, tre qerekshat janë nga seti i koleksionit me jelek. Janë pantallona doki. Edhe rrinë shumë bukur. Më pëlqen shumë kjo gjatësia. Kam kombinuar me këpucë Dior dhe çorap të bardha me një t-shirt të thjeshtë të bardhë. Me këto syzet që kanë kombinimin me të bardhën dhe çanta Dior që na kombinon me këpucët. Tarararam. Kjo është dhe veshja ime për sot, që tani sa po mbarova gjitha punët këtu, që nuk e hapa video, normalisht janë punë që nuk mund të arrim t'i tregojmë nëpër video, nëpër YouTube, edhe tani jam gati, domethënë para shkoj se kam vendosur syzet, sot e madh. Si me bin gjërat shumë nga dorë, nuk e kuptoj. Shpëtuan. Edhe të iki se të krefi flokët se nuk ishte orar, tani me mori në telefon që është e lirë. Di nuk kam qenë shumë aktive në Tiranë, se duke patur shumë punë dhe ngarkesë, nuk është se hapa kamerën t'ju tregoj më tepër ose të bëja video. Jo se sot kam shumë kohë, por që thash po e hap pak videon dhe t'ju flas sepse dua të tregohem e mirë me ju, pra dua të postoj video. Ju kam premtuar dhe duhet të mbaj premtimin. Dje në Tiranë, si që thash, kishim shumë punë. Shkuam te dyqani, sistemuam vitrinën, u morëm detajet të tjera, pastaj kisha një takim, pastaj shkuam tek Zara Home sepse kishim për të bler disa gjëra për detaje në photoshooting që ne do bëjmë për Roa Kids. Edhe u mërzita atje sepse nuk gjeta atë që doja, ishin shitur me pak fjalë dhe nuk na pret koha që të porositen dhe të na vinë sërish, se për 2 ditë kemi fotot, kështu që gjithmonë kjo ngarkesa para photoshooting më bën që t'jem pak si e trullosur, jo shumë e fokusuar për të bërë video, edhe praktikisht këto 2-3 ditët e fundit kam kaluar në këtë gjendje që isha parë se të bëja vlogs, më thënë kisha një moment këto kohë që unë kam postuar që isha shumë entuziaste për këto videot dhe se di për këtë 3-4 ditëshin e fundit isha kështu si down, mbasi nuk isha në atë moodin tim më të mirë për video, flasim gjithmonë.
Jo se kishte diçka specifike, por thjesht nuk e di, harroj ta hapja kamerën dhe të bëja video si bëja zakonisht. Por gjithsesi sot kemi hapur me sodë dhe kafe, jam si e përgjumur. Sot alderohesh përgjumur. Po. Uroj që kjo kafja të na zgjojë. Erdhin ata për ta sistemuar, për ta pastruar? E mbaruan? Të paskuqit? Okej, se ne kemi makinetën aty poshtë, por duke qenë se zonjat pinë çdo ditë e është dhe kjo një herë në javë, nuk e di se sa kohë duhet që duhet të pastrohet. Se në të kundër fillon të del kafja shumë e keqe. Në fillim fare më pëlqente dhe realisht ndër kafet më të mira dhe që më pëlqen më shumë mua ka qenë paskuqi gjithmonë, po mbase duke e patur për ditë këtu, më pëlqen shumë edhe të kem atë ekspresin që ta bëjnë tek lokali. Sado që ti ke këtë rahatin që e ke aty poshtë ose kemi ekspresin tjetër këtu lart, prap të shijon ajo kafja që ti e pin te lokali pak më poshtë ose më larg se puna. Kur ndodh që ti largohesh dhe je nga njëri lokal te tjetri, prap ti ke nevojë për atë kafen që ke të puna dhe nuk e di, është një ndjesie e çuditshme. Të pëlqen edhe jashtë, por edhe kjo që ti je këtu dhe kjo rutina që ke gjithmonë. Gjithsesi, siç po thoja, ditët kanë qenë pak të ngarkuara, koleksioni, lançimi, puna, se realisht flasim për gjërat më të bukura që ndodhin gjatë kohës. Edhe nga një moment në tjetrin ti mund të jesh shumë mirë, thjesht i merr një telefonat, nuk vjen kamioni këtë javë, shtyt për javën tjetër, ndodhi diçka me furnizimin, duhet të vi mbas 2 javësh. Patjetër që stresi dhe ngarkesa njëherë bëhet mbytëse dhe është e pashmangshme sado që ne mundohemi ta kalojmë, por fakti që unë kam një punë, si që është influencer dhe kompania që lidhem njëra tjetrën, kam një punë që praktikisht mund të lëviz edhe jam kontakt me njerëz, me gjëra të reja, edhe kjo më bën sikur frymëzohem pak dhe kam shumë probleme pas lëvizja një javë, jam kështu. Por datat i kam shumë të ngjeshura, kam patur shumë kërkesa për hotelet e jugut, edhe të gjitha ato që unë kam parë mundohem t'i reduktoj, të përzgjedh ato që më bintin mua që unë vërtet do pushoja atje. Në gjitha ato që ofrohen, ose jo vetëm këto hotele, për çdo gjë që vjen për marketing, është e pamundur që ne mos t'i përzgjedhim sepse vijnë shumë dhe ti nuk mund të bësh profilin tënd pazar ose treg që ti çdo lloj biznesi që vjen dhe ka dëshirë të bashkëpunojë me ty, edhe pse unë jam shumë mirënjohëse që ato zgjedhin si profil serioz për të prezantuar punën e tyre, realisht kjo është tepër vlerësuese dhe ndjem shumë krenare për këtë, por ka ndonjëherë dalim te ajo pjesa që ama mos e këto goca vetëm marketing. Po, patjetër që marketing, se pra shkosa edhe nëse ti nuk e nxjerr diçka me emër, se ku e ke bler, prap pyet se ku e ke bler. Pra do thotë që nëse ti e ndan me ndjekësit, është dhe marketing, por është dhe diçka që ti po e jeton, po e përjeton, po do bëja pakt se dikush ka dëshirë të reklamojë dhe të bëjë një pagesë ekstra vetëm të futet në faqja jote kur ti nuk do e përdorish ose nuk të shkosh ose nuk e di. Thjesht nuk e bëj dot, domethënë, kështu që këtë fundjavë me shumë mundësi jemi në jug, por do shikojmë nëse do kemi vlogun tjetër, do ju tregoj atje se si do jemi dhe ku do jemi, por gjithsesi për momentin po ju tregojmë këto gjërat, ngjarjet nga përditshmëria jonë në punë. Kemi orarin e kafes. Zotria këtu do të pi kafe. Sa herë vjen këtu te zyra ime, rrotullohet, thotë, jemi për kafe? Kështu që po, jemi vonë se pastaj Rogel ka punë jashtë zyre, do lëvizë, unë do jem këtu. Nuk do jetë as marrë Rogel, kështu që do kem dhe fëmijët, do jetë strapacuese, duhet t'i bëj të dyja bashkë. Fakti që kemi gjithë hapësirë këtu na bën që mos ta ndjejmë shumë lodhen, por që kështu kemi punë dhe ditë e ngjeshur sot, gëzuar për të martën, është e martë sot. Uroj që unë ta postoj këtë video ose sot ose nesër, siç ka ndodhur javët e kaluara.
Na zgjuar edhe Beki. Tata! Fjeti një orë gjysëm, ndërkohë kishim klient, kemi bërë punë. Dhe tani koha është për Bekin, kemi pushimin e ditës. Po, se nuk na lë. Po të paktën ato punë kryesore që kishim i bërë, kam një takim. Kështu që uroj që të rri edhe me gocat, por që rri me gocat. Tete. E mbujse syrin moj me gjumë. Po, e mbujse syrin me gjumë. Po, e mbujse. Bravo, mama. Bravo. Bravo. Bravo, drit. A je dëshurite? Ku që gjua? Kur është të ngopur me gjumë, rri mirë një orë e gjysëm, dy pastaj fillon prapë grindet. Tulime. Tiki, riki. Ja kush na erdhi? Erdhi Ajli. Do uja? Ta si mame. Beki. Që bante? Ja? Ja që ka bërë bukës. Iko. Beki. Aram sam, gule, ram sham. Arapi. Ha, kërce. Aram sam, gule. Ashtu? Opa Nina. Do ju tregoj pak showroomin tonë në Durrës, se si kemi vendosur çantat e reja. Shikojni pak sa bukur duken, njëra më e bukur se tjetra. Kemi bërë dhe këto kombinimet. Dje në Tiranë harruam t'ja u tregonim, se nga emocionet e bukura, thjesht po shikonim me sy dhe po kënaqeshim. Tani në Durrës jemi pakës më të lirë, më të qetë. Kam gjysmore që i kam sistemuar, i shikoja dhe thash pse jo mos jam tregoj dhe juve. Sot jam kombinuar me një nga çantat tona të bukura. Iken gocat? Iken? Beki. E di që do, për nuk ta jap mami. Shikoja veten këtu. Ua, kush është tu? Beki? Beki Lastica? Beki Lastica. Mami nuk ha e kamera. Prit, ku po shkon? Ku po shkon?